A flitet vërtet shqipja më e pastër? Sipas gjuhëtarëve, nuk ekziston një shqipe absolutisht e pastër, por disa krahina kanë ruajtur forma më të vjetra dhe më pak të ndikuara të gjuhës. Ja 5 prej tyre të përmendura shpesh në studime gjuhësore. E para, malësia e madhe. Në këtë zonë flitet një gegërishte shumë konservative. Janë ruajtur forma të vjetra gramatikore dhe fjalë që gjenden edhe në tekstet më të hershme shqipe. Izolimi gjeografik ka ndihmuar në ruajtjen e strukturës së gjuhës. E dyta, mirdita. Mirdita njihet për një shqipe të qëndrueshme me pak huazime të vonshme. Shumë element të kësaj të folmeje janë përdorur nga studiuesit për të analizuar gegërishten klasike. E treta, labëria. Në jug, labëria ka ruajtur një toskërishte shumë të pastër fonetikisht. Theksi, shqiptimi i zanoreve dhe struktura e fjalive janë ndër më të studiuarat nga gjuhëtarët shqiptar. E katërta, lungjëria. Kjo krahin përmendet shpesh në studime si zonë ku toskërishtja është ruajtur me shumë pak ndikime të huaja. Madje, disa tipare të saj janë reflektuar edhe në standardin e sotëm të shqipes. E pesta, arbëreshët e Italisë. Edhe pse jashtë Shqipërisë, arbëreshët flasin një formë shqipe të shekullit EVA. Gjuha e tyre përmban fjalë dhe struktura që në Shqipëri janë zhdukur prej kohësh, duke e bërë një arkiv gjuhësor të gjallë. Përfundim. Shqipja nuk matet me më e pastër apo më e saktë. Çdo krahin ruan pasuri unike gjuhësore dhe pikërisht kjo shumëllojshmëri e bën Shqipen një nga gjuhët më interesante në Evropë.